Në muajin e agjerimit, njeriu ndihet njeri, mbi gjitha. Veçohet në fakt këtë muaj të Veçohet gjithsesi, është se në momentin që na abstenojmë prej hajës dhe pijes, na jemi ngrit në mbi njeri, edhe unë dua të besoj që gjithë agjeruesit, të cilët ashtu qysh edhe dietarët i kanë kategorizuar, agjeruesit e rëndomt, agjeruesit e veçantë dhe agjeruesit tepër të veçantë. Po them për agjeruesit që janë tepër të veçantë, ku ata nuk kanë vetë se agjerojnë me hajë, me pije, kështu duke abstenu, por ata edhe largohen edhe për gjitha gjërave të liga, fjalëve të liga, po përveç kësaj, ata dhe me shpirt edhe me mendje dhe me ide janë të përkushtuar me agjeru, duke sodit gjithësin, duke mendu, duke presjat për gjërat që janë më me vlerë. Këta njerëz vërtet në muajin e agjerimit, pse jo ato që edhe filozofët e kanë pas, se njeriu ndonjëherë është mbi njeri, edhe ky agjerues është mbi njeri, aq më shumë kur ne e dim se në momentin kur nuk ham dhe nuk pim, kemi filluar në një garë drejt melekëve, se melekët nuk han dhe nuk pin. E agjeruesi është i veçantë.